Po para disa dite që ka alternativa, ka zgjidhje, ka opcione që mund me hecë përpara, mos të jetë blokus. Të entës. Po është njëndër. Tani po i bie që takimi ose seanca e ardhshme të jetë të entën, ndërkohë që të entën do të ketë edhe një takim të presidentës Osmani. Shumë mirë ka ba presidente që kaftuna, këto kemi diskutuar bashkë, ku kemi thonë njëndër opcionet është sepse është në kuadër të autorizimeve kushtetuese dhe politike të presidentës që të sigurohet që institucionet të funksionojnë, në këtë drejtim i bën që ato ndërtohen institucionet, përkundër që nuk është mandati kryesor i saj, po në mungesë të një marrëveshje mes partive politike apo një farë s'po di ç'më thonë, nuk mungesë marrëveshje politike, po një dëshirë për të bllokuar nga të dy palët, jo nga njëra anë, përkundër që ka zgjidhje, mendoj që ka zgjidhje shumë fleksibile dhe në anën tjetër interpretimi i gjykatës kushtetuese ja u ka dhënë këtë komoditet partive politike që të jenë rigjide në qëndrimet e tyre. Është mirë që ka aktorë të tjerë që po fatmirësisht po interferojnë edhe po tentojnë me bë zgjidhje. Është një ndër opcione. Çfarë zgjidhje mund të bëjë presidenti? Po presidenti është edhe mund të shtyjë përpara, mund të ato bani zgjidhje në bllokimin e parë, letra presidentës e bani zgjidhje në lidhje me formimin e komisionit parlamentar, ku i dhaja do këshilla, do sugjerime, do instruksione, ishin aty dhe u vepru në atë drejtim. Njëjtë mund të bëj edhe tani, shtoja faktin se presidenti është një juriste e shuar dhe mund të jep edhe këshilla si juridike, sepse është e thirrur dhe besoj që kjo t'i jep edhe ndoshta do t'i jep edhe arsyetim se cilës palë të del pingërçit, sepse janë barikadu kot se cila palë ato barikadat e veta dhe po shpresoj që janë të këshyrë rrugë me dalë përpara dhe presidenti aty u hap një rrugë. E ka një rrugë zgjidhje dhe besoj që na të gjithë pajtohemi që duhet të krijohet kuvendi dhe pastaj të shkojnë me hapat më të tjera se janë vetëm 25 ditë dhe ka afate decisive aty ose do të zgjidhet kryeministri do të shkojmë zgjedhje. Hamiti, po e kaloj tek ju, tani pas të